bashkë, ndërkaq tani është koha që të bashkëbisedoj me musafirën time të radhës. Me mua këtu afër është artistja Hava Bekteshi, me cilën do të flasim shumë gjëra bashkë. Do të mundohemi të kuptojmë se si është lidhur ajo me muzikën dhe me një instrument të cilin po e mban gjallë sot në këto momente që jemi. Me mua, si që thash pak më herët, është Hava këtu. Hava, mirë se vjen, në shumë kënaqësi me të pas. Mirë se gjeta dhe faleminderit shumë për ftesën. Havën e kemi nga Kostivari, të rritur në Hamburg, por gjithsesi gjithmonë pranë dashnisë për muzikën dhe traditave tona shqiptare. Patjetër. E kemi me qifteli në dorë. Sa herë vinë për intervista, thamë, hajde një intervistë pa qifteli, po nuk e di. Nuk bëhet. Nuk më hiqet nga dorë. Nuk bëhet, është pjesë e jetës, pjesë e jotja, kështu që nuk diskutohet. Është pak e vështirë të kuptojmë se sa kohë të është dashur, apo sa kohë ka kaluar tani që ti je mishruar me qiftelin dhe me këngën, apo jo? Po, me qiftelin, fakt, prej kur kam qenë shumë e vogël. Më thonë, kënga qiftelia më ka përcjell mu prej kur kam qenë ndoshta 6 vjeçe. Okej, qiftelia jo deri në atë moshë, por kënga ka qenë gjithmonë pjesë jetës sime, qoftë në për familjen, bashkim me familje, kur jemi bashku me familjet bashkë, qoftë në për evenimente, qoftë në për shkollë, kur kam qenë nxënëse e shkollës fillore këtu, më thonë kënga ka qenë gjithmonë pjesë jetës sime. Ku ka më mirë se të kesh këngën pjesë jetës tënde. Patjetër që po, dhe gjithmonë e them që muzika është gjua universale e botës, edhe normalisht që gjithë, pa marrë parasysh traditave, kulturave, gjithë secili e ndjen dhe e kupton e përçon gjithmonë energjinë që e sjell muzika. Shumë e vërtet. Muzika vërtet është njëra nga ato elemente që vërtet gjithmonë e ka dëshmu që i bashkon gjithë njerëzit nga bota dhe muzika është, që thallet i vetë, gjua gjithë botës. Dhe më thonë, nëpërmjet muzikës gjithmonë ne kuptohemi, muzika transmeton paqe, dashuri, dhe më thonë bashkim, dhe kjo është, dhe më thonë, diçka shumë e bukur. Si erdhi deri tek qiftelia më interesone, përmende pak më herët që është shumë si e vogël, por që ta mësosh ta luash dhe ta ruash gjithmonë me fanatizëm shumë të madh këtë dashuri për këtë instrument, është e jashtëzakonshme. Po, si që se ka pak përpare, dhe më thonë, ka qenë gjithmonë kënga pjesa jetës sime. Që të ka përcjell, po? Ka përcjell sepse në familjen time gjithmonë është kënduar, po? Gjithmonë ne jemi shu familje e hareshme, vëllezërit e mi, bjen qiftelis, unë pastaj ne jemi 6 fëmijë, unë jam i 5 fëmijë, dhe më thonë radhazi, edhe gjithmonë e kam qenë vajza e vogël që i kam marrë pjesë në për festa, në për manifestime. Do thotë edhe njerëzit, kur kam qenë shumë e vogël, kanë dashur që unë të jem aty në mes të këndoj. Nëse unë tani e rikthej kohën time si fëmijë shumë e vogël, do të thonë, kujtimet e mia janë shumë të bukura, si shembull aty jam mbledhur të gjithë së bashku, dhe unë jam e vajza e vogël në mes, aty diku në mes, edhe këndoj këngë patriotike, do të thonë jap emocion, do të thonë kjo është ajo prej fëmijëri, do të thonë. Dhe të ka përcjellur edhe në moshë madhore. Dhe ke performanca të jashtëzakonshme jo vetëm brenda trojave shqiptare, por edhe në për vende të tjera europiane. Vërtet. Kjo ka ndodhur, më të them të drejtën, rastësisht, mbase edhe në Gjermani unë jetoj që kur jam 14 vjeçe, aty jam rritur, më thonë komplet unë se si jam formu në Hamburg, qoftë nga shkollimi, shkolla, gjithçka, duke u marrur edhe me aktivitete, do të thonë shqiptare, që kemi formuar edhe një shoqatë kulturore artistike në atë kohë. Pastaj kam kryer fakultetin ekonomik, do të thonë jam ekonomiste dhe mësuese gjuhë gjermane me profesion. Por qiftelin gjithmonë e kam lujt. Do të thonë kam qenë ajo vajza që e ka luajtur qiftelin dhe kam dashur të transmetoj në fakt se nuk e di, e kam pas me dije që qiftelia është më shumë një instrument që është më shumë në duart e meshkujve sesa në duart e femrave. Vazhdon të mendohet në fakt, edhe kësaj dite kështu. Po, edhe kështu kam dashur domethënë t'jap një mesazh që qiftelia luhet edhe nga femrat, edhe në fakt edhe është edhe bukur kur luhet nga femrat. Ndoshta sepse është e rrallë. Ka qenë më e rrallë, tani është bo
fatmirësisht është bo ma shpesh, edhe më pëlqen kjo, që edhe vajzat e reja tani më kanë fillu të dashurojnë Çiftelinë, e luajnë, këndojnë me ato dhe në fakt edhe bën edhe projekte tani, domethënë Çiftelia ka filluar të integrohet në për shumë projekte të ndryshme në atë aspektin klasik, tradicional, dhe kjo është ajo që unë e shoh një sukses shumë të madh. Pastaj kjo ka ndodhur rastësisht ku unë jam pyetur në vitin 2010 jam pyetur në Hamburg, që është formuar një festival, domethënë internacional, ku aty ato dëshironin që të kenë një element shqiptar që të reprezentohet komuniteti shqiptar në atë festival. Që unë si soliste, veç unë me Çifteli kam performuar aty dhe kam lut këngë shqipe, domethënë. Për publikun e huaj, domethënë nga që një publik i vogël, domethënë prej 2010-ën 10 vite me radhë gati, unë kam mundu me të mundësitë e mia që ta e fus Çiftelinë në lloj aktivitetesh, në lloj bashkëpunime. Kryesisht me të huajt. Ajo ka qenë qëllimi im edhe ende është. Pastaj kuptohet, ajo gjithçka që ka ndodhur më në fund ka qenë 2019-ën, kur Çifteli u bë pjesë e Filharmonisë së Hamburgut, ku luajt në sallën e madhe, me një këngë shqipe, tingëllën të ri Çiftelisë, me një koncert madhështor, një sallë gjigande, mund ta keni parasysh, domethënë shtëpia më prestigjioze në Evropë, është me një akustik fantastike, ku është duar trokitur nga 2100 persona aty dhe kanë qenë gjithë e huaj, ku ka marrëvëmendje shumë mediatike. Aty domethënë ke gjithçka dhe prej asaj kohe, domethënë unë jam edhe pjesë e Filharmonisë së Hamburg, këndoj edhe një rekord e Filharmonisë. Jo veç kjo, por pastaj kam pas e bashkëpunime tjera, jashtë kësaj, ku ka qenë Bienale de Venezia, Çiftelia pjesë një projekti, ku kemi shku shembull, kemi qenë dikun të 30 persona nga Hamburgu me prijardhje shumë të ndryshme në vetmja shqiptare, ku aty kemi shku dhe kemi pat një projekt 2 javor dhe kemi reprezentuar, domethënë, muzikë nga Hamburgu, por me komunitete të ndryshme. Në koncert House Berlin ka qenë Çiftelia prezente 2023-shën, si për shembull me një bashkëpunim me Vesan Balkan Youth Orchestra, që aty ka qenë diçka shumë gjigande. Edhe prej fundit herë, më thonë, kishim, dhe kjo ka qenë diçka shumë jashtëzakonshme, ku në Berlina Filharmoni ishim me korin Ocarina, ku e reprezentuam këngën Baresha, që u përcion nga unë me Çifteli, me piano, më thonë ka qenë diçka vërtet spektakolar, magjike. Patjetër që po. Si pritet dhe si është pritur ndër vite në fakt Çiftelia nga gjithë bota, sepse në Europë dhe në gjitha ato pjesëmarrje që keni qenë nuk është se ka pasur vetëm europian, ka pasur edhe nga kontinentet e tjera, kështu që prandaj po e them, si është pritur nga gjithë bota Çiftelia shqiptare. Çiftelia pritet gjithmonë shumë bukur, edhe gjithmonë, sepse unë e kam vërejtë se gjithmonë kur ke një paraqitje, edhe kur mbaron paraqitje dhe kur gjithmonë ka kureshtje, kur persona në publik vinë pas paraqitjes pyesen. Interesohen, do të thotë çfarë është, si është, prej nga është. Ajo është, domethënë, një dëshmi që u kalon shumë përshtypje pozitive. Edhe kjo ka ndodhur gjithmonë. Kjo ndodhi tani edhe që ishim edhe në Berlina Filharmoni, kur pas paraqitjes gjithë ato njerëz kanë ardhur, jo se ato, po unë ende nuk mundem ta besoj që vjen shembull një huj, një gjermane, që s'kur se kanë dëgjuar muzikën shqipe dhe vjen aty thot unë emocionova. Seriozisht, thot unë emocionova, thot nga kjo çka ndodhi këtu, nga tingulli, nga këndimi. Pastaj në Berlina Filharmoni ka një fuqi shumë të madhe e muzika, e diskutuam edhe më herët. Shumë interesante. Edhe ka gjithmonë, domethënë, komentet mira, e vlerësojnë, po në përgjithësi në fakt edhe vlerësohet jashtë kufive. Të huajt e vlerësojnë shumë kulturën e të tjetrit. Domethënë se duket diçka shumë ndryshe edhe unikate. Po, autentike, edhe kanë dëshirë ta njohin, ndoshta të marrin pak më shumë informacion edhe të dinë prej ardhen se prej nga vjen. Pastaj edhe xhubletën që në Berlina Filharmoni kisha shumë doja patjetër, se unë kur kam dalë përpara për skenë kam dalë shumë e thjeshtë. Xhinsat e grista, domethënë kam dashur që Çiftelia të jetë ajo me vëmendje. Jo veshja, apo jo se si dukemi unë.
Ndërsa, ka qenë qëllimin. Por tani doja shumë e kisha për dëshirë edhe që kësaj radhe Çifteli dhe Xhubletën t'jenë me një skenë së bashku. Edhe Xhubleta gjithashtu mori shumë vëmendje, ku njerëzit pyesin, wow, çfarë është kjo veshje? Pastaj ti, dhe kjo është ajo promovimi që ti e bën si artist, sepse kur vjen i një huaj dhe të pyetën ti, pastaj ti jep informacione shumë të rëndësishme. Pastaj me veshjen që ti e paraqen skenë, me instrumentin, me këndimin, ti pastaj përveç asaj i tregon edhe pak historinë. I tregon si për shembull thuhet që Xhubleta është një trashëgimi kulturore, është e mbrojtjet e UNESCO-s, pastaj flet pak edhe rreth Çiftelisë, jo vetëm rreth kësaj, po flet pastaj edhe rreth lahutes, rreth këngës shqiptare, rreth shumë gjëra. Edhe kjo ajo është më në fund që e bën edhe më të bukur gjithçka. Cila ka qenë performanca që ndoshta për ty mbetet si kujtimi më i bukur me Çiftelinë? Janë shumë, në fakt, shumë performanca që paraqitje që ngelen shumë të bukura, por unë do ta veçoja gjithsesi paraqitjen time në Filharmoni në Hamburg, sepse ka qenë gjithmonë një dëshirë, një ëndër, sepse prindit e mi nuk jetojnë të dy, baba im para 8 vite ka ndru jetë, edhe Filharmoni në Hamburg, si për shembull kur ndërtu, baba im e ka ndërtu edhe ai vetë. Ka punu atë. E pastaj, unë i të në skenë, ta këtë një këngë shqipe, me Çifteli, me një tekst shqip, i përkushtuar prindërve, mu, është një emocion shumë i veçantë për mua, kupton. Më thonë, këtë do ta veçoja mas shumë, nga të gjitha performancat e mia që ka gjënë deri tani. Pse po të emocionon kaq shumë? Pikrisht sepse ndërlidhet me sepse këtë baba im nuk ka kujtimin? qenë jetë kur kam qenë unë në skenë. S'ka arritur që të shoh ka qenë një vit i ndarë nga jeta dhe do ta dëshiroja shumë që ta e përjetonte këtë sukses. Këtë arritje. Apo këtë arritje që ju ka përkushtuar në fakt paraqitja ime në Filharmoni në Hamburg ka qenë në fakt një reprezentim i komunitetit shqiptar. Do të thonë, me paraqitjen time unë kam reprezentu komunitetin shqiptar që jeton në Hamburg. Po ashtu edhe prindit e mi, sakrificat e tyre, unë si një mërgjimtare që kam shku shumë e vogël atje, si jam zhvillu unë, si jam intergru atje, dhe më thonë, janë shumë gjëra që kur e mbledh të gjithë së bashku, është vërtet një kryevepër. Nga pjesa familjare, nga pjesa kulturore, nga pjesa e komunitetit shqiptar që është, më thonë, këtë do ta veçoja shumë. Kuptohet dhe tani që ka ndodhur edhe në Berlin, ka pasur program prej orës 8 deri në orën 10 mbrëmjes, kanë qenë shumë kore nga shumë botë aty që kanë marrë pjesë, edhe çdo kore ka pasur 2 vepra që ka reprezentuar në fakt vendin e vet, Shqipërinë. Në këtë rast Shqipëria-Kosova, por besom se do atrokitjet edhe vëmendjen më të madhe ka marrë Baresha. Me të vërtetë. Seriozisht. Domethënë të gjithë elementet që kanë qenë aty në skenë, që ka qenë Çiftelia, Xhubleta, pas edhe kori fëmijët që kanë ardhur nga Kosova, aty, domethënë shqiptar nga Kosova, të vegjël 12 deri 15 vjeçar kanë qenë fëmijët, veshja si ka qenë me simbole tradicionale, piano, Çifteli, domethënë kombinimi e gjithçka, domethënë ka qenë vërtet Baresha ka qenë kulmi i asaj nate. Patjetër. Ka qenë vërtet diçka që do ta mbaj gjithmonë në ment edhe jam shumë e lumtur për këtë bashkëpunim dhe që ka funksionuar, ka shku shumë bukur. Më vjen shumë mirë edhe po besoj që tashmë i kemi lënë shikuesit mjaftueshëm që të presin, edhe e meritojnë që ta ndëgjojnë pak Çiftelinë në këto momente. Unë do ta këndoj një këngë Oj fusha e korabit, në fakt sepse është, unë kurse kam këndu, edhe në fakt kjo këngë këndohet sepse i veçojmë disa lloj Çiftelijës. Janë Çiftelia me gjysma nota tonë dhe Çiftelia e thjeshtë që kam unë tani këtu. Në fakt, fusha e korabit përcillet me gjysma note, por nuk ka lidhje. Unë për mendimin tim mendoj se duhet
ta lush ashtu si që ti e ndjen. Do duhet ta e nisi me fusha e korabit. E ndjekim? Po. Në stilin tim si që unë e mendoj së është një. Patjetër. E jashtëzakonshme Hava, më ke kënaq, jo vetëm mu, po edhe gjithë publikun, jam shumë e sigurt, edhe na e ke bo ditën sot 2 minuta. Falenderoj shumë. Po në fakt, paraqitjet live, mendoj se kanë atë bukurinë e vetë, me ato defektet e vogla pak. Ne nuk pam edhe nuk ndim asnjë defekt. Por kjo është dhe më thënë, po mu përqen. Këtë vetëm profesionistët juve në qofë se i vreni ne të tjerët u knaqëm. Edhe nuk ndëgjuam edhe nuk pam asnjë defekt në këtë performancë. Falenderoj shumë, na emocionove jashtëzakonisht shumë. Edhe mu falenderoj shumë që më dhatë edhe emocion me këtë intervist, edhe jam shumë falenderuese që isha pjesë e kësaj. Nuk e kemi përfundu ende, sepse më kanë bete edhe disa pyetje, sidomos do t'i diskutojmë pak sfidat e performancave, sfidat e të qenurit dhe të mbajturit gjallë një instrument si qiftelia në këtë botë teknologjike ku, po themi ndoshta që sidomos të rinjët tanë janë gjithmonë duke e preferuar pak më shumë
se sa traditën, se sa kulturën e gjitha këto. Po tani ka ardhë çështja teknologjike i ka dhe të mirat e veta, të këqijet e veta. Diskutohet, po. Diskutohet. Unë mendoj se ka ardhë një kohë ku ne duhet, prandaj thashe pak përpara se unë i dashuroj paraqitjet live. Unë nuk di të këndoj playback. Po, të drejt për drejt. Jo, sepse në ato momente. Këndosh live do të thotë ti e ndjen ma shumë ato që ka këndon, ato që ka paraqet. Pa tjetër, e ndjen energjinë e publikut, e ndjen energjinë e dhomës, gjithë shka. Pastaj ti edhe e respekton edhe audiencën, në qoftë se ti shkon dikun dhe këndon live. Sepse ato njerëzit kanë ardhur aty, të ndëgjojnë ty, jo shumë të shkosh ti ta shosh CD-n edhe ta këtrosh. Do dëshiroja që në të ardhmen që edhe artistat tanë ma shumë t'i përkushtohen të këndimit live. Sepse aty është ajo bukuria e gjithë shkaje. Do thotë që edhe ti si artist ndjena emocionin ma shumë. Pastaj tani ka dhe inteligencë artificiale, ku si për shumë kone sodit edhe kryon, mund është kryosh ti këngë, ishtë pa problem. Por gjithsesi originaliteti është e ka qetër bukuri. Do të ndryshe dallon, dhe më thënë, ajo nga originalja dhe nga jo nga artificialja. Pa tjetër që po. Por rinia duhet gjithsesi të është, unë mendoj se nuk është të promovosh kulturë dhe art edhe vlerë, nuk do thotë veç të flasim, por gjithë shka matet se si ti, në çfarë mënyrë ju a transmeton, e transmeton këtë, edhe ku e transmeton këtë, e me cilën ku, si qiftelia, ku ja ke gjetë vendin qiftelisë, në çfarë skene e ki fut qiftelin, kush është ajo që ndëgjon qiftelin. E këto janë ato gjëra që ma në fund e bëjnë atë edhe që të vlerësohet ma shumë. Ta bosh që i huaj ta dashuroj tingull e qiftelis, për mu është ma shumë se artë. Arritje jetësore. është më thonë një sukses shumë jashtëzakonshëm. Po dhe ta bosh edhe gjeneratat tona, edhe ne si shqiptar, të dashurosh tingull i qiftelis, qoftë edhe kënga e mirëfillt shqipe. Po. Edhe ajo është një arritje shumë e madhe. Sepse ne kemi shumë nevojë për, sidomos në kohën e sotit, që transmetojmë vlerat tamam si kemi na këngën e mirëfillt shqipe, instrumentin, tani nuk thamë unë se veç këndoj me qifteli, por sa do qoftë që nëpërmjet këtyre gjërave simbolike të transmetojmë vlerat, identitetin ton dhe t'i tregojmë edhe botës pse jo, kush jemi ne. Se kush jemi na. Se në asnjë formë, qoftë në muzikë, qoftë në sport, më thonë, aty gjenë në ambasadorët e vërtet, ku nëpërmjet sport, nëpërmjet muzikës, shkon ti dhe tregon botës se kush jemi na. Edhe kjo duhet, jo se në artistat e bëjmë punën e vetë, me gjitha të mundësit si që kemi ne. Këto gjëra duhet mbështeten edhe nga pjesa institucionale shumë. Po ndodh tek ne kjo? Po ndëgjo, unë për mu personalisht, unë qiftelin kur, në më thonë, rrugën time që ja kam gjithë qiftelis në skenën botërore, unë nuk kam pas mbështetje institucional, nuk do të thotë që ka qenë pas me një institucion. Jo, kam qenë unë ajo vetë. Iniciatore. Kuptohet me gjithë me këshilla që ja sot qiftelin e kam nga miku im Fatmir Makolli, që kur vinë shumë në Kosovë, unë gjithmonë nuk marrë qiftelin me vete, sepse shkoj edhe jam marrë ati dhe ma jep. Apo kur kam një këshillë e pys, i tham, hej, se unë jam ai personi që edhe pys tjetërën, kur e di se mundet të më ndihmoje, shkoj e pysam si thua ti, a është mirë kështu si që mendoj. Më thonë, këshilla, por jo nga pjesa institucionale, jo. S'ka pasur asnjëherë. Jo. Por nuk është okej, sepse si që është një, kjo është një shembull që mund është t'i arrish edhe t'i arrish edhe vetë. Pastaj... Kjo tregon për një dashuri, për një pasion kaq të madh që ke për traditën, për qiftelin këtë rast. Duhet gjithçka
do të jesh e guximshme ta dush edhe të punosh. Të hecish përpara. Patjetër. Edhe mos e lejosh kur veten kur e ke një ëndër të ndalohesh, apo të manipulohesh ndoshta edhe nga situatat që nuk mundesh me ja dal. Jo, ja del. Në qoftë se beson në ëndrrën tënde dhe në qoftë se ti ecën me krenari dhe me kokën lart, edhe i thue ja dal. Nëse punoj. Patjetër. Dhe duke marrë parasysh që Ohavën përveç ekonomiste e kemi edhe mësuese të gjuhës gjermane, edhe në këtë rast gjenë edhe kohë dhe vullnet edhe dëshirë mbi gjitha për të promovuar sa më shumë kulturën shqiptare, apo jo? Është shumë e vështirë, sepse si që cek edhe vetë, unë kam një punë që kam çdo ditë, me të cilën edhe do të thonë financoj jetën time. Do thotë janë komplet dy drejtime të ndryshme, a? Jo drejtime, por sepse edhe të japësh mësim gjuhën gjermane, më thonë unë u jap mësim gjermane njerëzve të rritur, ato që vinë në Gjermani dhe integrohen. Më thonë, prapë është një detyrë shumë e rëndësishme që e kam përsipër, që ai që vjen në Gjermani, unë jam ai personit i parë të cilët vinë edhe për rullën të këtij dhe donë ndim nga ti. Të mësoj. E mëson, më thonë, integron në fakt ato njerëz. Por kuptohet që kërkon shumë kohë, shumë punë, më thonë, promovimi muzikës, është puna tjetër, më thonë, e kam kohë shumë dinamike. Jeta familjes, Më thonë, është shumë dinamike. Po është okej, sepse kjo është jeta e bukur që e bën, më thonë, me ngjyra, më thonë, nuk është jeta monoton, më thonë, çdo ditë del është diçka e bukur. A sa kënaqem kur kam kësi lloj përgjigje, sepse gjithmonë mësohemi apo shohim njerëz të cilët në fakt ankohen se s'po kanë kohë për ta bërë këtë, s'po kanë kohë ose diçka e tillë, edhe kur marrim kësi lloj përgjigjesh, atëherë themi ja që jeta qenë ka e bukur edhe me atë dinamikën që mund sjellë edhe me gjitha ato punët që ne zgjedhim me i bo, edhe s'ka vend edhe hapësirë për ankesa. Unë mendoj se, dëgjoj... Duhet t'i duash në këtë rast, a? Jetën ne kemi vetë në dorë dhe mund t'a menaxhojmë ashtu si çdomi ne. Pastaj jetën tona edhe menaxhojmë edhe se me çfarë persona ne e kalojmë kohën. Ajo është gjithë në dorën tonë. Ne zgjedhim. Edhe tash nëse unë e shoh për momentin, edhe pse dhe ashtu është, që është shumë të arsyeshme dhe që të marrë shumë kohë për ta promovu çiftelin apo për të marrë me muzikë, edhe pse është koha shumë e kufizuar, unë e bëj sepse ajo mu me kënaqësi. Edhe prandaj absolutisht nuk më bën që ndjem keq. Do thotë do të bësh gjëra që ti të bën të ndjesh mirë. Qoftë në punë, qoftë me rrethin që ti e përzgjedh, më në fund, po dhe bashkëpunimet, do më thonë ti e vendos vetë se me cilat persona bashkëpunon. Patjetër. Se bashkëpunimi është një çështje që ti duhet ndjesh mirë. Ti mund jetë një person shumë i arritur, shumë i suksesshëm, pa marrë parasysh ka, por ti kur bashkëpunon duhet të ndjesh mirë. Do thotë ti me personin që bashkëpunon ai duhet motivosh njëri tjetrin. Patjetër. E jo shumë do ta ngresh nalt. Ti thush, hey, ne ja dalim bashkë. E motivon, nëse ke frikë, ja hek frikën ti ati personit. I thua, mirë do të bëhet. Veç kështu funksionon këtë gjëra. Patjetër që po. Duke marrë parasysh që përmendëm pak më herët që me çiftelin jetë që nga e vogël, një lidhje shumë emocionale, po vrehet një pasion, një dashuri shumë e madhe kundrejt jo vetëm instrumentit, por edhe këngës gjithashtu. Dhe tani e ndërlidhim me të qenurit mërgjimtare, për shumë vite jashtë vendit. Është kjo pikrisht një lidhje që të kam bajt me vendin, me rënjet tua shqiptare? Po normal, po, është njëra nga shumë. Ka qenë ngushëllim? Është edhe gjua. Edhe gjua. Unë gjithmonë them, e kam thonë dhe do të them gjithmonë. Gjua shqipe është kështu prioriteti numër 1. Po. Edhe unë gjithmonë e thamë edhe si këshill. Duhet gjithmonë ta mësoni gjuhën shqipe. Ku do që jetoni, ku do që jeni, edhe mundësit janë. Edhe në qoftë ti se, ndoshta unë mund të jem një shembull nga ato,
që kam shku me 14 vjeçë në Gjermani, por gjuhën shqipe e flas, besoj, shumë bukur. Por kjo ka ndodhur sepse ju kam përkushtu, jo veç unë, por rrethi, prindrit, familja, shoqëria, interesat e tua personale, janë lidhen shumë elemente që ti ma në fund edhe kësa ja del. Por, kupton, gjithsesi që qiftelia është ajo që ti, kur jeti në skenë, ajo është një krenari. Unë Filharmoni të Hamburgur, ku jam, tani që kënë edhe në korë, prej viti 2020 që jem aty, shembull udhëheqësi i korit, kur ishte loja Shqipëri-Kroaci, futbollit që luajti në Hamburg, edhe unë isha dhe tek loja dhe ndjeva një emocion shumë të mirë, veçantë, kur ishim prova dhe folëm diçka për Shqipërinë, dirigjenti më bëni mu tha, më thonë udhëheqësi i korit, për mu tha hava thoshe Shqipëria në vetë. Të më thonë që e kanë kuptu se mundohë me gjak e shpirt, me çfarë ke brenda, në çdo moment ti boj që ta e shohin atë pjesën sa më të mirë dhe sa më pozitive që e kemi ne. Patjetër. Do të thonë qifte, unë kur shkoj në Filharmoni, ato unë identifikoj me njerë me qiftelin. Hava qifteli, të më thonë. Edhe kjo është ajo që unë i them, okej, u ka arrit qëllimi, në fakt. Po. Është e vështirë që ta thuan emrin qifteli, Gjermanët? Gjermanët e ka një të mirë si popull që informohen shumë për para se të mire me diçka. Po. Por edhe kur debatojnë me ty, para se debatojnë për një temë, ato janë informu para pakisht. Janë të përgatitur, e? Po, janë shumë të përgatitur. Më thonë nuk nisin kot. Po edhe nëse nuk e din të pyesin. Po. Nuk e kanë problem, ose kompleks, se nuk mund të di unë gjithë shka. Po, është e pa mundur. është e pa mundur, kështu që e këtë e kanë mirë. Dhe më thonë, jo, qiftelia është në fakt më është bo i njohur si instrument. Dhe si e pritur tani në korin në Hamburg? E përmende pak më herët që tashmë je pjesë më shumë se sa vite? Prej 2020. Nga 2020, do të thotë 6 vite tashmë, është një arritje shumë e madhe për kulturën shqiptare. Në korë, në fakt, është një korë që thirret Koa Suvelt, kori i botës, është ka emrin. Po. Edhe në këtë korë, ne kemi çdo vit, aty kemi projekte çdo vit ndryshëm. Po. Kemi këndu këngë nga Brazili, këngë nga Afrika Jugut, kemi këndu opera, si për shembull. Kemi këndu, tani e patim një koncert. Pra gjithë secili përqafon kulturën e secilit. Jo, një herë në vit e kemi një koncert që aty këndojmë këngë nga shumë kulturat të ndryshme që edhe është bë pjesë e kënga më e bukur more, që kam rekomanduar dhe është këndu shumë herë me korin. Por përveç kësaj kemi edhe një koncert kryesor që mba gjithmonë ka fundi i qershorit korrikut. Ka fillimi korrikut, më thënë gjithmonë me një tematik të ndryshëm. Para një viti kishim Brazilin, tani patëm një koncert Sound of Silence, që kemi pas një koncert edhe me koreografi, edhe me këngë pop, kemi këndu klasike. Si inkorporohet qiftelia tani në këto? Po, qiftelia ka qenë në këtu vetëm në pjesën këngës më e bukur more, ku është një solo part. Po çka është mira tani, se sezonin që do ta startojmë tani, Filharmonia i bën 10 vjet. Po, e pas ka një vitin jubilar, po. Edhe këto këngë që kemi këndu në jashtë Filharmonisë, me kënga shumë bota, tani do të këndohen në sallat e Filharmonisë. Edhe ideja është që ti përmbledhin tani best of. Gjithë të këngë që 10 vite, edhe unë tani shpresoj kuptohet që të përzidhe dhe kënga më e bukur more dhe që të këndohet, më thonë, në sallën nga kori, në sallën e Filharmonisë. Është një eksperiencë shumë e bukur për mu, sepse edhe jam rritur pak si person, si artist, sepse aty ke bashkëpunime me shumë njerëz, me shumë profesionist, në thonë mëson disiplinë, mëson gjithë shkatë, më thonë, për mu është ajo një, vërtet një, nuk do ta ndroja me asë kërkënd, me të drejtën, këtë
pjesë që jam e korit të Filharmonisë. A guxoj të ta kërkoj që të na e performoni moj e bukur amore? Urno? A guxoj të ta kërkoj që të na e performoni moj e bukur amore dhe po e përmbyllim këtë intervistë Me jashtë bukur amore zakonshme. luhet me qiftëri me gjysma nota. Nuk bëhet me këtë. Po, edhe Baresha që është një këngë që luhet me gjysma nota. Me gjysma nota, e kemi të pamundur. Mirë, po e përmbyllim me diçka të bukur, atë se çfarë ti dëshiron të na performosh, shumë kënaqësi që të pata në studion 410, u kënaqa jashtëzakonisht shumë. Faleminderit gjithashtu. Pani, masi e kishim fjalën për gjuhën shqipe, këndojmë pak një Këndojmë pjesë. shqip. Ava edhe njëherë ishte shumë kënaqësi që të pata këtu, u kënaqëm dhe të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese dhe po shpresoj që të takohemi